do të fitojmë shumë mirësi, qoftë në këtë botë, qoftë në ahiret. Kjo fjalë dhikri është la haula wala quwwata illa billah. Nuk ka ndryshim dhe fuqi dhe forcë përveçse nëpërmjet Allahut. Kur thret muezini ezani dhe thot hayya ala salat, ne nuk themi hayya ala salat. Nuk themi njësoj si thot ai. Qofse jemi në xhami, por edhe kur jemi jashtë saj. Po çfarë themi? Themi la haula wala quwwata illa billah. Nuk ka ndryshim dhe forcë vetëm se nëpërmjet Allahut, që do të thotë: O Zot, unë nuk mund t'i përgjigjem kësaj thirrje vetëm nëse ti më jep leje. Vetëm nëse ti më jep mundësi që unë shkoj drejt xhamis, unë nuk kam mundësi ta lë gjendjen në të cilën jam, t'i lë veprat në të cilat jam duke u marrë, vetëm se me lejen tënde. Prandaj kanë thënë sahabët e Profetit sallallahu alaihi wasallam se kjo fjalë, la haula wala quwwata illa billah, çfarë do të thotë? Veprat e mira mund t'i bëj vetëm nëpërmjet ndihmës që jep Allahu, dhe veprat e këqija mund t'i praktikoj sërish vetëm nëpërmjet ndihmës që jep Allahu. Çdo gjë vjen prej tij. Edhe mundësia për të bërë mirë, për të ardhur në xhami, na ka shtyr Zoti, na ka sjell Zoti. Na i ka frymëzuar zemrat tona, na i ka zbutur zemrat tona mjaftueshëm që ne të vimë dhe të kërkojmë falje dhe mëshirën e tij. Por edhe që kemi lënë gjërat e ndaluara, edhe që mund t'i lëmë gjërat e ndaluara, këtë mund ta bëjmë vetëm nëse ai na jep fuqinë e dur. Na jep fuqinë e mjaftueshme, ne nuk kemi mundësi t'i lëmë vetë. Vetëm se duke thënë la haula wala quwwata illa billah. Kur njeriu kur dalim nga shtëpia, themi një fjalë: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Me emrin e Allahut, i mbështetem Allahut dhe fuqia dhe ndryshimi janë vetëm në dorë të Allahut. Nëse e themi me këtë fjalë, çfarë përfitojmë? Përfitojmë shumë gjëra. E parë na thuhet, tani je i udhëzuar. Tani je i mbrojtur, je i ruajtur, vazhdo rrugën tënde. Vazhdo punën tënde, sepse ti ju mbështet Zotit. Ti e kuptove që e mira do të vinë nëpërmjet Zotit dhe nga e keqja do të ruhesh vetëm nëpërmjet Zotit. Ne nuk kemi mundësi vetë. Po mos na sillte ai këtu, ne nuk do të ishim këtu. Po mos na jepte ai besimin, ne do të agjëronim dot Ramazanin. Po mos na jepte ai forcën dhe dëshirën, ne do të vinim këtu në xhami. Por ne erdhëm, prandaj themi që fuqia dhe ndryshimi vijnë vetëm nëpërmjet Allahut. Kjo është fjalë tawakkuli.